Në fund të shekullit 19 dhe fillim të shekullit 20, perandoria osmane po dobësohej ndërsa fqinjet ballkanik si Serbia, Greqia dhe Mali i Zi po kërkonin të zgjeronin territoret e tyre. Në këtë situatë të rrezikshme, rrezikohej ndarja e tokave shqiptare. Kjo nxitje bëri që patriotët shqiptar të vepronin me shpejtësi. Në nëntor 1912, përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare u mblodhën në Vlorë. Më 28 nëntor, në shtëpinë e Xhemil Bej Vlorës, u mbajt kuvendi i Vlorës, i udhëhequr nga Ismail Qemali. Pas diskutimeve të rëndësishme, delegatët firmosën vendimin historik. Shqipëria shpallet shtet i pavarur dhe i lirë, duke i dhënë fund sundimit 500 vjeçar Osman. Po atë ditë, në balkonin e ndërtesës, Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar, simboli rezistencës së Skënderbeut. Ky ishte momenti zyrtar që shënoi lindjen e shtetit shqiptar. Pas shpalljes, u krijua qeveria e përkohshme e Vlorës me Ismail Qemalin si kryeministër. Qeveria kishte detyrën e organizimit të administratës, sigurisë dhe përfaqësimit ndërkombëtar të Shqipërisë, sidomos gjatë konferencës ambasadorëve në Londër, e cila më pas njohu pjesërisht shtetin e ri shqiptar. Kështu, 28 nëntori 1912 mbetet një ngjarje themelore në historinë kombëtare, dita kur shqiptarët, të bashkuar përtej krahinave, shpallën shtetin e tyre të pavarur.